وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, nëse kanë dëron njerëzit se po i lën të varë për pasardhësit e tyre, atëherë çka ti lën fëmijëve pasuri? Pasuria më e madhe që janë dy element. Felyettaqullah, ju tutnoj Allah. Ju mos i çoni fëmijëve ushqim haram. Ju jeni takwallak. Ju ushqeni fëmijët e juaj me halal, dhe të folni drejt, të bani dhikrin të cilën e përmendën la ilaha illallah. Kjo është pasuria që i lihet e vladve pas. Dhe Allahu Azza wa Jall për një njeri të mirë kanë thonë i rujnë 7 brezë. Për ata t'i banu i mirë me Allahun Azza wa Jall, kjo është pasuria më e madhe që ja len kapitali më i madh që ja len nipave dhe fëmijëve tu pas vdekjes tonë.